Gjykata ka caktuar vazhdimin e paraburgimit për ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, lidhur me akt akuzën për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë. Ky vendim u mor në kuadër të hetimeve dhe procedimeve që lidhen me pretendimet se i Bandeuri ka tentuar të ndikojë në procesin gjyqësor. Përveç Thaçit, paraburgimi është vazhduar edhe ndaj 4 personave të tjerë bashkim Smakaj, Fedil Falsiu, Isni Kilaj dhe Hajreddin Kuçi. Të arrestuarit u kapën në 5 dhjetor 2024 në Kosovë dhe më pas u transferuan në objektin e paraburgimit të Dhomës Speciale të Kosovës, bazuar në akt akuzën të konfirmuar dhe fleta arrestime të lëshuara nga Haga. Sipas gjykatës, ka prova të mjaftueshme për të konstatuar se nëse Thaçi do të lirohej nga paraburgimi, do të ekzistonte rreziku serioz që ai do të ndikonte në dëshmitar të pengonte ecurinë e procesit ose të kryente vepra të tjera penale. Ky rrezik u konsiderua vendimtar për vendosjen e masës së vazhduar të paraburgimit. Hashim Thaçi ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag, që nga nëntori i vitit 2020, ku po përballet me procese për krime lufte. Në vitin 2024 ndaj tij u ngrit akt akuza e re për shkelje të administrimit të drejtësisë, akuza e cila çon në lëshimin e fletë arrestimit të tij në objektin e paraburgimit me 5 dhjetor 2024. Sipas akt akuzës së re, Thaçi akuzohet se ka tentuar të pengojë persona zyrtar në kryerjen e detyrave të tyre, duke përfshirë veprimtari për të ndikuar në proceset e çështjes dhe për të cënuar integritetin e gjykimit. Akti akuza përmban 3 akuza për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrave, 3 akuza për shkeljen e fshehtësisë së procedurës dhe 4 akuza për mosbindjen e gjykatës. Ky zhvillim ndërkohë zhvillohet paralelisht me procedimin kryesor të Thaçit për krime lufte para Dhomave Speciale të Kosovës, duke shtuar kompleksitetin e sfidave juridike dhe institucionalizmit të drejtësisë në rastet më të ndjeshme të pasluftës në vend.